një vështrim juridik, por pse jo edhe politik, me ish kryetarin e gjykatës apelit, avokatin Hasan Shala do të bisedojmë, zoti Shala është drejt për drejt. Tunë gjatjeta. Përshëndetje. Zoti Shala, a është e qartë se çka tha gjykata kushtetuese, apo ka hapësira për dhënë mendim ose për të pasur për të vazhduar loja politike? Por ato janë kundër kushtetuese, dhe gjykata nuk ka dhënë kurrë mundësie tjetër që përveç se të zbatohet rregulloria e Kuvendit të Kosovës edhe Kushtetuta e Republikës Kosovës. Taksativisht neni 12 paragrafi 6.1 i rregullores së Kuvendit, ku e përcakton saktë mënyrën e zgjedhjes së nënkryetarit të komunitetit pakisë serbe, thotë që duhet të zgjidhet në atë mënyrë që propozohet nga kjo shumicë e serbe dhe të miratohet nga ana e deputetëve të Kosovës. Atë njëjtën çështje përveç se aty mos zërimisht e përcakton edhe Kushtetutja e Kosovës, deri në 67 paragrafi 4, i cili përcakton edhe mënyrën e zgjedhjes. Po tu duhet kemi të qartë të çështje, se këtu e kemi parimin apo drejtën e përfaqësimit. Prandaj këtu kur kemi të bëjmë me drejtën e përfaqësimit, kjo është çështje e garantuar me kushtetut që komuniteti serb dhe komuniteti pakistë të tjera janë të garantuara si vendet në Kuvend, ashtu edhe dy nënkryetarët të Kuvendit të Kosovës. Tani në përgjithësi kemi një vendim gjykate, por nuk kemi ndëshkime për veprime ndryshe nga ajo që thot gjykata. Çfarë do të thënë kjo për mundësitë ose pamundësitë e veprimit në kuvend, në kuvendin e ri? Kushtetuta gjykata kushtetuese nuk kanë kompetencë për përcaktuar dënime. Ato e bojnë interpretimin e ligjit, bojnë interpretimin e rregullore, akteve në ligjore, që cilat i nxjerrë Kuvendi, por edhe gjitha institucione tjera që janë nën kompetencë të gjykatës kushtetuese. Andaj unë mendoj që këtu nuk kemi kurrë problemi lidhur me zbatimin e saj. Ky duhet mu zbatu ky gjykim, dhe se përgjegjësia është politike, se ne kemi nuk është rasti i parë që e thënë gjykata kushtetuese i shpallë të pavlefshme ligjet. I kemi nga kjo qeveri diku paravisht 25 ligje, të cilët gjykata kushtetuese i ka shpallë të pavlefshme dhe i ka kthyer tek institucioni i cili ka miratuar ato ligje. Andaj këtu ka përgjegjësi më shumë politike se sa ndonjë përgjegjësi tjetër. Që do më thonë se mund të vendosë deputeti me votën e vetë lirë ndryshe nga ajo çfarë ka vendosur kushtetuesja? Sigurisht mundot mirë, po atë dihet se kush është ai që beshkel kushtetutën. Prandaj këtu duhet me pas kujdes se përgjegjësia është politike dhe se përket atë barrën e bllokimit të institucioneve shtetërore bëhet ai deputet, po ai parti politike e cila është duke e bllokuar çështjen. Nuk është duhet të vendoset sipas rregullores dhe kushtetutës së Kosovës. Këtë vetëm institucion që është kompetent për me zbatu. Tre prezident, kushtetutën është Kuvendi dhe deputet. Duket kishte thonë ajo kam duket ish kryetari ky Divan Basha se ka kalu kompetencës gjykata kushtetuese, nuk është e vërtetë, nuk qëndron. E vërteta është se gjykata kushtetuese është kompetente. Kjo rregullore të cilën vetë që ta deputet e vetë se kanë miratuar 2022-ën, konsiderojnë që ata kanë përcaktuar saktë se propozimi duhet të vjen më shkrem nga shumica e komunitetit pakisë, që tash në këtë rast konkretin serb. Mirë, po nuk ka thënë siç keq përdorin ta apo keshin përdorin se nuk e ka përcaktuar se duhet t'i propozoj lista serbe. Nuk e thot as kushtetuta, as rregullora, s'përmend parti politike, po dhe shumica e deputetëve që përbëjnë deputetët e Kuvendit të Kosovës. E qartë. Ju përmendet vetë se reagimin e ish-kryetarit të Kuvendit, zotit Basha. A është para lajmërim për diçka reagimi i tij? Unë nuk munda me kuptu para lajmërimin e tij apo interpretimin e vendimit të gjykatës kushtetuese, nga se vendimet e gjykatës kushtetuese çdo institucion shtetëror në Kosovë duhet t'i zbatoj
pa koment. Ai mundet vetëm me keq përdorur ata si institucion me komentu, por ka për detyrë me e zbatu vendimin e gjykatës kushtetuese. Okej, meqense përmendëm kryetarin e kuvendit, ta përmendim pak edhe presidentën. A ka gabuar presidentja kur e njohu kuvendin të konstituuar pas zgjedhjes së zotit Rashić? Po, në atëherë kam thonë, kur e pat konsultu parlamentin, pat të thonë se është ka shpejtu presidentja, pa konsultime, nga sa shihet kjo se kjo dispozita e rregullorës, nenit 12, paragrafi 6.1, shumë e qartë. Ajo përcakton saktë, prandaj tu gabimi pak ndoshta ka qenë ndikueshme edhe nga partia që është në pushtet, që ta konsideroj këtë parlament më mirë, po ky vendim i gjykatës unë edhe për mua ka qenë shumë i pritshëm edhe për shumë profesionista të cilët kanë si objekt shqyrtimi edhe kushtetutën e Kosovës. A mund të gabojë një person që me profesion është juriste në këtë mënyrë? Ai unë ka pasur edhe shumë edhe analista që kanë përkrahur që dhe tu mendon se do të debllokohet. Mirë, po të kemi të qartë, me shkeljet kushtetutës nuk ka debllokim. Kushtetuta e Kosovës duhet zbatohet, atë nuk do të ketë bllokim. Po këtu varet për vullneti i vetë partive politike, se a dojnë me blloku apo jo institucionet shtetërore. Unë kam thonë qysh nga 15 prilli, po më duket se këtu nuk kemi vullnet për themelimin e institucionet shtetërore nga ana e partisë pushtet. Prandaj ky person që është tani është edhe në detyrë si kryeminist Albin Kurti konsideroj se është autoritar dhe se ky ka vullnetin e vet me vendos vetëm si situataj vetë dhe pa konsult, pa institucione, pa dhënë përgjegjësi askujt. E qartë, dhe nëse do të tentohej sërish zgjedhja e Rashiçit në të njëjtën mënyrë në legjislaturën e re që po e presim, atëherë i bie se është shkelje e qëllimshme e kushtetues. Shkelje për me e blloku e konsolidimin e parlamentit të Kosovës. Çfarë ndodh nëse e veprohet ashtu juridikisht? Po juridikisht në besim po institucionet sikur si jemi po institucionet tash një vjet. Edhe unë kam thonë edhe një herë të më përsërisën tani se shumë shtete të cilat nuk i kanë njohur Kosovën, të cilët e kundërshtojnë shtetësinë e Kosovës. Arsytojnë kundërshtimin e institucioneve apo të shtetit të Kosovës me paaftësinë e mbajtjes së shtetit nga ana e qytetarëve të Kosovës. Këtë fakt kryeministri o ka jo vërteton atyne se është dëm i madh që një vjet nuk kemi institucione shtetërore, kemi një qeveri në detyrë, pa parlament, qeveria në detyrë, s'ka kujt jep përgjegjësi, ministrat s'kan kujt për të japin përgjegjësi, sulmohet gjykata kushtetuese, sulmohet prokuroria speciale, gjithka, kështu që këto janë ato të meta të cilat me dëshirë apo me vullnet apo nga mosdia, jon ka zbatojnë kjo qeveria apo kjo parti e cila është në pushtet. Mirë, zoti Shala, çka nëse do të diskutohet sërish për një akt patriotik, për të mirën e vendit, për të zhbllokuar institucionet, se lista serbe nuk bën ta ketë nën kryetarin e kuvendit të Kosovës, e të tjera. Pra çka nëse shfrytëzohet prap politika e njëjtë, akti patriotik, për të vepruar ngjashëm se herën e kaluar përkundër, që kësaj radhe kemi një vendim të gjykatës kushtetuese. Akti më larë, patriotik, sot do zbatosh ligjin, zbatosh kushtetutën. Shkelja kushtetutës, shkelja ligjit nuk është akt patriotik, po është tradhti. Andaj nëse dikush mendon që duke shkel ligjin, duke shkel kushtetutën, është akt patriotik, unë konsideroj se kjo është shumë gabim i madh, po është akt tradhtie. Politikisht me e qujta asisoj për shkak se penalisht pak më problem më për një akt tradhtie, por jemi ashpër për shkak se vërtet këto sjellje të kësaj qeverie kanë qenë në emër patriotizmit çdo gjë, në emër patriotizmit shkel ligjin, në emër patriotizmit shkel kushtetutën. Kemi shumë kauza që i kanë përcaktuar këta dhe gjatë zgjedhjeve. Edhe thotë, po na pengon gjykata kushtetuese për me zbatu kauzën.
Po më zotëri, për nuk ka kur reformë as kauza që janë kundër kushtetuese, kundër të lishme. Nëse tonë një kauzë me analizues, po e duhet me nxjerr ligje, të cilat ligje i përshtaten edhe interesat qytetarëve, po jo një standard evropian. Andaj deri tani nuk kemi po nga kjo qeveri, as nga Ministria e Drejtësisë, cilët kanë hartua apo përpilu draft ligje apo ligje të cilat vërtet janë me standarde ndërkombëtare. A do të mund të shfrytëzohet çështja e zotit Rashić dhe vendimi i gjykatës kushtetuese për të tejkaluar afatet ligjore edhe për presidentën në mënyrë që të shkojmë në zgjedhje të reja? Ai mundet shumë thjesht mund të realizojë ta këtë çështje nëse dojmë me blloku institucionet shtetërore. Shumë lehtë. Mirë po, qytetarët duhet me ndeshku të gjithë këta të cilët janë duke e blloku sistemin shtetëror dhe se ky sistem është bllokues autoritar. Andaj për këtë duhet gjykuar ne jemi shtet demokratik parlamentar. Dhe se qeveria duhet çdo kohë të jap përgjegjësi parlamentit. Nuk mund të kemi një qeveri në detyrë me kompetencat kufizume, siç i ka tani, mirë po këta zotërit edhe e shkelin ligjin, nxjerrin vendime të kundër kushtetuese, kundër ligjeve. Kemi shumë ligje dhe gjykata supreme, shumë udhëzime i ka anulu në fakt se janë kundër kushtetuese, se këta i marrin detyra si në parlament, si në qeveri, ministrat deri tani, kështu që gjitha këto çojnë në drejtim që këta si qeveri janë pa përgjegjshëm dhe se nuk kanë interes të përgjigjen as para institucioneve shtetërore, siç është prokuroria speciale apo gjykata, për shkak se dini fort mirë se edhe gjykatën kushtetuese kanë sulmu, kanë thonë se ajo të del në zgjedhje, kanë sulmu prokurorët, i kanë thonë nesër mos më dalin punë. Gjitha këto janë ato ndërhyrje direkte të sistemit drejtësisë. Nuk ka demokraci, nuk ka sistem parlamentar pa rënë dhe ligj. Andaj konsideroj se spari duhet të ketë rënë dhe ligji, edhe atë kemi vërtet një qeveri që la meritojnë qytetarët tonë. Zoti Çale, ju falenderoj shumë për kohën, por edhe për perspektivën tuaj profesionale që ndat me ne. Faleminderit juve. Kënaqësi.